Sigla na bashkon me Joana Hankollari, mirë se ri erdhe, jemi e reumatologe dhe duket sikur kemi nevojë për informacion dhe këshilla, janë sëmundje që prekin një pjesë të madhe të popullatës dhe që shoqërojnë me dhimbje, kryesisht. Gjithmonë u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Gjithmonë e zgjedhim një temë. Vendosëm së bashku në këtë ardhje të flasim për fibromialgjin. E trajtuar, por pak. Ka nevojë për informacion, unë e vër edhe nga çka më shkruajnë në rrjetet sociale të emisionit. Duket sikur është mit apo fakt që gratë preken më shumë nga fibromialgjia? Është e vërtet, domethënë janë studime epidemiologjike që studiojnë raportin e sëmundshmërisë tek femrat dhe tek meshkujt, dhe femrat janë më të prekura se sa meshkujt nga kjo patologji, nga fibromialgjia. Pra këtë e kemi fakt. Kjo është fakt nga studimet epidemiologjike. A është një sëmundje reale sepse flitej deri dikur që fibromialgjia është një sëmundje imagjinare. Pra, kemi të bëjmë me një sëmundje reale kur themi fibromialgji? Vite më përpara, pacientët të cilët kishin shenjat e fibromialgjisë, që do t'i specifikojmë pak më vonë për cilat shenja bëhet fjalë, ju duhet që të vizitoheshin në shumë mjek specialist dhe në fund të dilnin pa përgjigje. Ose të dilnin me një përgjigje që këto simptoma, këto shenja, këto shqetësime në fakt ishin të lidhura probabilisht me luhatje emocionale apo me strese të jetës së përditshme. Dhe ndërkohë, ata i ndjenin realisht këto simptoma, por nga ana tjetër nuk merrnin një përgjigje se kush ishte shkaku. Dhe ngeli si një patologji, le të themi, deri diku imagjinare, pra që gjithçka është në mendjen e pacientit. Derisa më vonë me kalimin e viteve u studiua dhe në vitin 2007 në fakt nga Organizata Botërore e Shëndetësisë është klasifikuar edhe si sëmundje muskuloskeletike dhe e indit lidhor. Dhe madje dhe Parlamenti Evropian ka nxjerrë udhëzime dhe dekrete të cilat e klasifikojnë edhe si një sëmundje invalidizuese. Deri invalidizuese. Pra nuk është çdo gjë në kokën e këtyre njerëzve. Vite më përpara, pra çdo gjë që është e panjohur, ngelet që nuk ka një shpjegim dhe shpeshherë pacientët paragjykohen. Kur shkenca avancon, zbulon, kërkon dhe shikon që realisht kjo është një ankesë e mirëfillt, një shqetësim i mirëfillt për pacientin, atëherë është një nozologji më vete, është një patologji. Mund të themi që janë gjetur shkaktarët tashmë, apo kjo është një sëmundje që nuk i dihet shkaku? Si shumë sëmundje reumatizmale, që ne kemi diskutuar bashkë edhe në emisionet të tjera, shkaku fillestar, etiologjia fillestare mendohet që të jetë predispozita gjenetike. Sepse nga studimet shumta është vënë re që probabiliteti më i lartë është që të preket nga fibromialgjia dikush që ka dhe një histori familjare, pra që ka patur një familjar që vuan nga kjo patologji. Patjetër që ne të na shprehen ato gene për të cilat ne jemi të predispozuar, duhet që të ndikojnë dhe faktorët e jashtëm. Pra faktorët e jashtëm janë shumë të rëndësishëm. Faktorët e jashtëm të cilët lidhen me stilin e jetesës dhe që mund të shërbejnë si trigger, si nxitës për të bërë shpërthimin apo shprehjen e këtyre geneve. Kuptova kur the stresi aty dhe dyshova. Stresi është një ndër ta. Flasim për stres psikofizik, qoftë ky fizik, qoftë ky emocional. Ç'do të thotë stres fizik që ke mbi ngarkesë? Edhe një mbi ngarkesë, një lodhje, një individ i cili punon pa pushim dhe nuk i lë kohë vetes që të qetësohet, të pushoj, pra t'i lër kohë dhe organizmi të rigjenerohet. Bëre shumë mirë që e the këtë sepse duket sikur lëvizim, punojmë aq shumë sa pastaj vemi vonë në shtëpi, pastaj marrim pa kohë për veten dhe duket sikur të gjitha këto i marrim nga ajo çka shumë e rëndësishme, nga pushimi, nga të pushuar, nga nevoja që kemi për të pushuar dhe rëndësia e tij sepse shërben kjo lodhje mund të shërbejë edhe si nxitëse për sëmundje siç është edhe fibromialgjia. Ç'rregullime hormonale, ngjarje të caktuara në jetë, pra problematika nga ana psikologjike e pacientit apo drama të cilat mund të bëjnë që të shfaqet si patologji në një moshë të caktuar, çrregullimet e gjumit gjithashtu, pra është një patologji që ka nevojë patjetër që të kesh dhe një stil të mirë jetese, që edhe nëse një individ është i predispozuar gjenetikisht, të paktën këto faktorët e jashtëm mos ndikojnë që këto gene të shprehen. Edhe të rëndohen, ose të shprehen sa më vonë apo të rëndohen. Shumë shenja, por të gjitha kanë në bazë pothuajse dhimbjen. Dhimbjen, po. Fibromialgjia konsiderohet dhe sindrom. Pra sindroma e fibromialgjisë, sepse karakterizohet nga disa elemente, karakterizohet nga një dhimbje e cila është difuze, pra është e përhapur. Prandaj dhe e vura këtë slajd. Është pothuajse në gjithë organizmin, është një dhimbje që është kronike,
pra nuk po flasim për një dhimbje kalimtare apo akute që nis në një moment dhe përfundon aty. Është një dhimbje që është e vazhdueshme, bezdisëse, nuk ka një periudhë kohore, kur kemi diskutuar bashkërisht artritin, kemi thënë që janë dhimbje kryesisht natën, në qetësi, në mëngjes. Nuk është se ka një periudhë kohore të ditës që është më specifike. Që në verë është që agravohet në verë, etj. Pra është një dhimbje që pacienti e ndjen ditë-natë, madje mund të çrregullojë edhe gjumin gjatë natës, por e ndjen dhe gjatë gjithë kohës që është duke kryer një aktivitet fizik gjatë ditës. Karakterizohet nga një rigiditet, pra e ndjen një ngurtësi muskular. Muskujt i ndjen se të ngurtësuar, nuk i ndjen të shkriftuar për të kryer aktivitetet e përditshme. Po flasim për aktivitetet normale ditore, nuk po flasim për një aktivitet pastaj fizik që mund kërkojë edhe një impenjim të madh nga ana e pacientit.